Shumë në të njëjtin ambient kemi punuar, me të njëjtët njerëz. Shpeshherë i merr në telefon dikoj që mund ta kenë marrë 2 kandidatë tjerë. Më tha dikush një ish eksponent i Partisë Demokratike na keni vendosur në sikletë. Sikletë s'dim këtë votojnë. Me këto fushatën, tha, sa që nuk ja u shpjegoj dot, tha, se njerëzit dhe ish eksponent e Partisë Demokratike ato janë. Dhe që të gjithë ne i kontaktojmë. Po jemi duke u përpjekur që të shkojmë edhe përtej kësaj. Ka qelluar për shkak në terren, kemi rastisur me kandidatë tjerë të Partisë Demokratike, në të njëjtin terren, që nuk do ishte normale sepse nëse do ishte ndryshe fushata, edhe organizimi, po edhe kodi, ti do kishe një territor tëndin që ti mund të punoje lehtësisht. Nuk është normale kur ti shikon me 2 ekipe kandidatin tënd, nuk është normale fare kur deri as kundërshtari përballë, jo më e njëjta parti. Kandidati brenda partisë. A keni një shtab elektoral, Jorida, në Partinë Demokratike për Tiranën? Ka një shtab. Apo po punoni secili ka një shtab Tirana, po është shumë e vështirë koordinimi në shtabin e Tiranës. Shtabi i Tiranës mblidhet në mënyrë periodike, takohemi, organizohemi, ka 3-4 zona kanë nga një drejtues politik, nga lista mbyllur, është sekretari i përgjithshëm që është në kontakt me ne, po prap po të them, domethënë që është nga 2009 që unë jam fushat aktive, unë kam 3 mandate në parlament, nga 2009 që unë jam fushat aktive, një herë në 2 vite në zgjedhje, përveç 2019-ës që ka qenë ndryshe, unë nuk mbaj mend asnjë fushat të tillë. Sepse është e pamundur që ti ta lësh një mbledhje shtabi çdo darkë në orën 10, sepse ti mund të jesh në terren në orën 10. Mëse mund të jesh në Kamës, mund të jesh në Kavaj, në Rogozhi, nuk është në Tirana. Kur fillon dita, Jorida Tabaku, dhe kur mbyllet për tu? Dita fillon shumë herët, tjerë e di që unë kam 3 fëmijë, dhe unë detyroj që ta filloj herët, sepse për shembull sot unë nuk i kam takuar dot. Do kështu do i takoj nesër në mëngjes. Para se t'ikim për shkollë. Para se t'ikim për shkollë. Vajza sot e di si më tha, mami po numëroj ditët për 11 maj, tha, do edhe 5 ditë. Dhe nuk doja të thosha mami që mbas 11 majit ka edhe ca ditë tjera. Që është numërimi i votave. Po, që është numërimi i votave, po nis shumë herët. Takimi i parë sot ka qenë tek Fresku në Dajt, kam vazhduar ke rruga Saraxhve, kam bërë telefonata gjatë gjithë kohës drekës, kam vazhduar tek Xhamliku, kam qenë ke Don Bosco, isha ke Depo Ujit, jam këtu, do vazhdojmë Bërzhit. Sot kam prek 6 zona elektorale. 6 zona elektorale. Kush janë avantazhet dhe dizavantazhet për ty? Dizavantazhet në këtë fushat janë që ti nuk e prek dot një zonë në mënyrë kapilare, ashtu siç do kishe dashur që të punoje. Dizavantazhet janë që ti shkon tek grupi i demokratëve. Sigurisht që duke qenë se kemi dhe një rrjet, unë jam kujdesur që të shfrytëzoj të gjithë rrjetin që unë kam pasur. Kam punuar me organizata shoqërisë civile, me profesionistë e lirë që përmenda pak më përpara, me bizneset vogla që i kam kontaktuar, me pedagog, ish student. Unë kam shkruar një mesazh gjithë studentëve të mi. Më ka ardhur dhe mua një I kam quar të gjithë, sot ka nisur ekipi im mesazhe. Sot merdim duket. Po, sot ka nisur ekipi im mesazhe për të gjithë anëtarësinë e Partisë Demokratike dhe ka nisur edhe për votues të cilët unë mund t'i drejtohem, të degëve 5-7 në Tiranë dhe ti mund t'jesh te ky grup i dytë. Për familjet, se unë i flas shtresës mesme, flas për pjesën e ekonomisë dhe jam përpjekur që të targetoj këtë grup. Kur i takon qytetarët, çfarë u premton? Përse duhet të ta japim? Një pjesë e madhe e kontakteve me qytetarët, një pjesë e madhe e kontakteve me qytetarët është edhe kontakt personal. Që do të thotë që kërkoj votën personale dhe sigurisht që duke e marrën votën e merr dhe partia. Dhe për betejat që kam bërë, për shembull më thonë, juve nuk kujtoheni asnjëherë për neve. Juve vini këtu sa herë që ka zgjedhje. Unë them, am ke dëgjuar muaj që kam folë për shumë për pensionet, po kam dëgju. Po për ekonomi më ke dëgju, po të kam dëgju. Po këtë, po. Do më thënë, dhe fillon dhe kryon edhe një bised me to, sepse gjëja që ka nevojë sot qytetarët është që më dëgjo dhe folë për mua. Dhe kur unë kam nevojë që ti trokas një derë, ti t'jesh aty. Dhe kjo është gjëja që njerëzit e kërkojnë, që politika tjetë aty për ato në çdo moment, jo kur ka zgjedhje. Dhe kush është shqetësimi më i madh që shfaqin qytetarët, Jorida, problematika më e madhe? Varet sipas grupeve, po unë të them që ekonomia zë vendin e parë. Ekonomia, papunësia, taksat e larta, pensionet zë vendin e parë. Kur bisedon me gratë dhe me zonjat, është arsimi, frika për shkollën, frika për fëmin. Çfarë do bëjmë nesër për të ardhmen. Për zonjat dhe për gratë është, kur ka fëmijë të vegjël, është edhe jetesa e momentit. Nuk dalin dot me karrocë.
nuk kemi ku të çojmë fëmijët për të lozur, nuk kemi hapësira publike, kurse për të rinjt ka një farë skepticizmi, çfarë do bëhet nesër me mua? A do kem mundësi të punësohem, a do kem mundësi që të kem një derë të hapur? Dhe ti trokas një dere, ka një mosbesim shumë të madh ke institucionet, Erla. Ka një mosbesim shumë të madh ke institucionet. Zënja Tabaku, se e pyeta dhe zonjën Denaj që kisha para jush, si ndikon tek një grua sulmi politik, pra fakti që politika është e ashpër ndaj grave, si e ke gjetur ti veten si grua? Nuk është e thjeshtë, as kam dëshirë fare që të viktimizohem, gjatë këtyre viteve në politik, me të drejtë, me të padrejtë, jam sulmuar shumë. Edhe më ka rëshkitur në lot, edhe jam mërzitur, edhe jam gëlltitur para se të flasë, edhe kam shtrënguar dhëmbët, jam përpjekur që asnjëherë të mos bëj sulme personale, kur asnjëherë i kam duruar në parlament këto. Nuk kam qenë pjesë as se sulmeve ndaj grave të tjera dhe më ka ardhur keq kur i kam duruar në kurriz, po në fund ditës kam thënë kjo është politika. Kjo është politika. Më vjen keq sepse ka shumë njerëz që mund të lexojnë edhe gjëra që janë të padrejta dhe të gjithë nuk i sqaron dot, edhe të gjithë nuk i kënaq dot, edhe të gjithëve nuk i pëlqen dot. Po e rëndësishme është që së pari ti të bësh më të mirën dhe së dyti e rëndësishme është që qëndrueshmëria dhe njerëzit e kuptojnë me qëndrueshmërinë, e kuptojnë nëse me të vërtet punon kur të shohin në punë, nëse me të vërtet je opozitare kur përballesh me qeverinë, nëse me të vërtet ka rëndësi për ty politika kur e shikojnë që je